Audhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Në emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Në fillim, ju dëshiroj mirëseardhje në emisionin e radhës Miftenia Podcast, një format i ri me mysafir të ndryshëm. Prandaj në fillim ju përshëndesim me përshëndetjen më të bukur islam. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira dhe begatita e Allahut qofshin mbi të gjithë ju. Të nderuar vëllezër dhe motra, mirë se erdhët edhe një herë në Miftenia Podcast, ku mysafir të sotëm kemi klasin dhe nderin që të kemi profesorin ton të nderuar, profesor Dr. Naser Efendi Ramadani, profesor në Fakultetin e Shkencave Islame. Profesor i nderuar, mirë se na erdhët. Mirë se gjetëm. Klasi edhe një herë që të kemi në emisionin ton, Miftenia Podcast, një format i ri me të cilën bashkë bisedojmë për të nxjerrë në sipërfaqe gjëra të mira dhe gjëra të dobishme për shikuesit tanë që na ndjekin në rrjetet sociale. Profesor i nderuar, me ti do të kemi së bashku një temë ndoshta aktuale, e nevojshme dhe e kohës për nevojën e mësimbesimit në për shkollat tona. Duke filluar si pyetja e parë, do të kisha thënë cili është roli dhe qëllimi i arsimit dhe edukimit në shkollë. Bismillahirrahmanirrahim. Allahun xhalla shanu e falenderojmë, salatet dhe salame ndaj pejgamberit tonë Muhammedit alayhi salatu wassalam dërgojmë. Fillimisht ju përshëndesim juve, ju përshëndesim të gjithë shikuesit kudo që na ndjekin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dhe njëheri shprehi falenderimet e mia drejtuar Muftenisë së Shkupit për ftesën që më kanë vënë që jem mysafiri juaj në këtë emision. Çështja e arsimit është çështje jetike. Arsim dhe edukim. Thjesht nëse bëjmë pak një analizë, kthehemi në të kaluarën, vërim se çështja e arsimit ka filluar me njeriu e parë. Dhe këtu tani më kemi faktikisht teori të ndryshme që flasin për fillimin e qenies njerëzore. Dallojmë mes qëndrimeve fetare, këtu përfshijm thjesht edhe islamin, edhe krishterizmin, edhe hebreizmin, që besojnë se njerëzia ka filluar me njeriun e parë Ademin alayhis salam, i cili është krijuar nga Zoti, dhe qëndrimi kinse shkencor, i cili mban teorinë e evolucionit, për cilën ndoshta momenti nuk është të flasim në lidhje me këtë çështje, po që thonë se njeriu është zhvilluar me kalimin e qindra mijëra viteve derisa ka ardhur në pamjen e tij të cilën e kemi. Sidoqoftë, që nga fillimi kur njeriu është bërë njeri ose është krijuar njeri, ka pas nevojë për arsimim dhe ka pas nevojë për edukim. Pse njeriu ka nevojë për edukim? Ne duhet të kuptojmë në fillim natyrën e njeriut. Kush është njeriu? Cilat janë komponentët nga cilat përbohet njeriu? Dhe këtu ndoshta është ajo pika ndarëse mes teorisë së pedagogjisë fetare dhe teorisë pedagogjike laike. Nga fakti se fetë ndryshme, në veçanti Islami, po flasim këtu për Islamin, njeriun e shohin një qenie e cila përbohet nga 3 komponente shumë të rëndësishme. Komponenti trup, pra kallapi i jashtëm, të cilin ne shohim të gjithë, komponenti mendje, me cilën njeriu është në ndjenjë të kupton, të mendon, të analizon çështjet, dhe komponenta tjetër që është shpirti, dhe cila është elementi kryesor për mbajtjen e njeriu që ai të jetë një qenie e gjallë. Tash, nëse dojmë të arsimojmë në njeriun ose të edukojmë, është patjetër që t'i kemi parasysh këto 3 komponente. Nga fakti se, po që se njëra prej tyre lihet anësh, atëherë automatikisht këtu kemi thjesht një edukim gjismak, ose jetë të kompletuar. Kështu ne, nëse marrim gjitha plan programet, të cilët mësohen sot në shkollat tona, që nga mësimi fillor, i mesëm dhe ai universitar, vëret se aty zbatohet tamam filozofia materialiste. Çka nuk kupton se shpirtin e kanë vrarë, shpirtin e kanë larguar dhe e kanë anashkaluar tërësisht. Dhe kjo automatikisht nuk jep edukat të kompletuar dhe arsimim të kompletuar për njeriun. Andaj, nëse ne dëshirojmë që të kemi arsimim të kompletuar, duhet patjetër të merren
parasysh këto tri komponente. Aspekti shpirtëror, aspekti intelektual dhe aspekti trupor, që nuk kupton gjitha këto përfshihen me atë aspektin etik dhe aspektin moral. Vetëm këtë mënyrë ne mund të kuptojmë se i kemi dhënë njeriut edukatën që ai i duhet dhe të cilën ai e meriton. Sepse shkollat tona në përgjithësi, nëse vrejmë që nga klasa e parë deri në përfundim të mësimit fillor, që nga viti i parë në shkollën e mesme deri në përfundim të mësimit të mesëm, edhe ai universitar, është absurde, përveç lëndës etika religione që mësohet në klasën e 6 të mësimit fetar, është absurde që në lëndët tjera në përgjithësi, pa marrë parasysh se në lëndë të gjenjsh diçka që ka flet për Zotin, diçka që ka flet për edukimin shpirtëror, diçka që ka flet për komponentën e shpirtit të njeriut. Dhe kjo vetë jut nëmë kupton se plan programet tona mësimore të cilat gjenden nëpër shkolla, ata thjesht nuk japin edukim të mirëfillt në kuptimin përgjithshëm dhe të kompletuar të edukimit si që i duhet njeriut, por japin një edukim gjysmak. Po, flasim për aspektin intelektual, flasim për nevojën e ngritjes së vetëdijes njeriut, po e mësojnë njeriun me lloj-lloj gjërat të cilat janë dobishme. Flasim për aspektin fizik, por në aspektin shëndetësor, trupor të njeriut, mirë po komponenta shpirtërore është anashkaluar tërësisht. Pse? Se kjo është krejt si rezultat i filozofisë materialiste, e cila, që nga ndarje e fesë nga shkenca, ose shkencës nga feja, që ndodhi në mesjet, atëherë kur ndodhi përplasja mes kishës dhe shkencës, dhe në fund, në vend që gjendet një gjuhë e përbashkët që t'i jepet hapësirë edhe shkencës edhe fejes, ndodhi ajo ndarje, e cila pasohet edhe sot e kësaj dite vazhdojnë në botën perëndimore, ku ju ka dhënë mundësia dhe hapësira e plot aspektit material, ndërsa është anashkaluar tërësisht aspekti shpirtëror. Në Islam e kemi krejt një qasje tjetër. Në Islam i jepet mundësia për një edukim të mirëfillt, të gjithanshëm, duke mësuar njeriun se njeriu është qenie e krijuar nga Zoti, i cili ka komponentën trup i formuar nga toka, nga dheu, i cili ka komponentën shpirt i dhuruar nga Zoti dhe mbetet një sekret prej sekreteve që nuk mund të zbulohet në asnjë mënyrë dhe i dalluar me anë të komponentës së vetdijes apo mendjes që e posëdon njeriu dhe me të cilën dallohet nga gjitha krijesat tjera. Dhe në këtë mënyrë, pra, qëllimi i edukatës është që ne të formojmë një person i cili është i komplenuar në këto tri komponente, shpirtërisht i edukuar, fizikisht i ngritur, intelektualisht i përgatitur, i cili do të jetë në gjendje për barqën e misionit të tij në këtë botë. Sepse nëse pjesë me pedagogjinë laike, cila është qëllimi i edukimit dhe arsimimit, do të thotë që ne e përgatisim njeriun për jetë dhe për punë. Çka është një qëllim, okay, final, një qëllim shumë i mirë, në rregull, real dhe ka për qëllim përgatitjen e njeriut. Mirë po, nëse pjesë i pedagogjinë islame, do të vërejmë se po, pedagogjia islame e ka këtë qëllim, përgatitja e njeriut në aspektin intelektual, në aspektin fizik, në aspektin punues, në aspektin moral, në aspektin etik, po e lidh gjithmonë me Zotin, e lidh gjithmonë me krijuesin. Komponentën shpirt i jep hapësirën e duhur. Dhe këtu duhet të ruhet një baraspeshë mes këtyre komponente, mes këtyre elementeve, sepse po që se nuk ruhet baraspeshë, ekuilibri mes këtyre elementeve, do të kemi në një çrregullim në formimin e njeriut. Do ta bëjmë shumë përgatitur në aspektin intelektual fizik, pa shpirt, i vdekur krejt. Ose nëse i kushtohemi vetëm shpirtit, duke lënë këto tjerat, do ta bëjmë një person i cili ndoshta në fund do të kalon një dervish i cili merret me çështje me sofizme të pakuptimta dhe i kushtohet botës shpirtërore duke harruar anën shkencore dhe anën intelektuale apo anën fizike. Andaj Islami ka ruajtur baraspeshën në këtë element, u ka pas për qëllim përgatitjen e njeriut. Cilit njeri? El insan e salih, njeri i vishëm, njeri i përgatitur, njeri i cili është në gjendje moralisht që jetë i ngritur, shpirtnisht i ngritur, intelektualisht i ngritur, fizikisht i ngritur. Tash nëse ndalmi këto, besoj që s'kemi kohë të trajtojmë këto probleme, do të vërejmë se Islami që në momentin e parë, para mendo,
obligimi i parë me cilën Zoti na ka obligu është kërkimi i diturisë. Fjala e parë është shpallur në Kur'an është lezo. Çka nuk kupton se çfarë rëndësie i ka dhënë Islami kërkimit të diturisë. Andaj, obligimi i parë që për ibadeteve, për adhurimeve është namazi apo. Namazi është bën farz 10 vite pas fillimit të shpalljes. Të namaz vjen Ramazani, i cili e bën farz në vitin e dytë të hijretit, domethënë 15 vite nga fillimi i shpalljes. Të namaz vjen zakati, po ashtu në vitin e dytë të vitin e tretë. Më pas vjen haxhi, i cili e bën farz në vitin e 8 të hijretit, që domethënë 13 23 vite pas fillimit të shpalljes. A dini cili është farzi i cili e bën obligim në momentin e parë? Është kërkimi i diturisë. Çka do të thotë se Islami i ka dhënë kërkimit të diturisë një veçori dhe një karakteristikë që dallon nga gjitha të tjerat, sepse nuk mund ta kuptojsh realisht qëllimin e krijimit tënd në këtë botë pa studiu, pa u lumtu. Allahu ta ka dhënë aftësinë e të menduarit dhe të ka obliguar që të ketë aftësi ta shfrytëzosh me anë të leximit, me anë të ulëmtimeve të ndryshme që i bën, dhe në fund krejt ulëmtimi ka më të përfunduar që të kuptojsh se ka një Zot i cili thjesht të ka krijuar dhe kërkon prej tij për të zbatuar programin e tij në këtë botë. Andaj, qëllimi i edukimit edhe arsimit përgjithësi është përgatitja e njeriu të vijshëm, i cili krin misionin e tij në këtë botë, i cili krin obligimin e tij në këtë botë, jep kontributin e tij në shoqëri, e ndihmon shoqërinë në forma të ndryshme, duke dhënë nga përgatitja e tij profesionale, nga përgatitja e tij si njeri me anë të aftësive të cilat ai posedon, i shërben shoqërisë, por shoqëria shërben ata. Dhe se njerëzit përgjithësi janë në shërbim të njëri tjetrit. Pra, pa marrë parasysh profesioni dhe vendi ku është, njerëzit shërbejnë njëri tjetrin dhe kështu eci jeta. Pra, një prej qëllimeve të krijimit të njeriut në këtë botë, që e mbështet fuqishëm pedagogjia islame, është njohja e njeriut me Zotin, duke zbatuar programin e Zotit nëpërmjet adhurimeve të ndryshme dhe zhvillimi i jetës në këtë botë. Si zhvillohet jeta? Me anë të zbulimeve shkencore, me anë të ulëmtimeve që bën në këtë botë. Dhe nëpërmjet këtyre zbulimeve dhe ulëmtimeve që bën në këtë botë, jeta zhvillohet. Ne vetëm nëse bëjmë një krahasim brenda 20 viteve, 50 viteve, më të që do të vërejmë se kemi një dallim shumë të madh nga ajo që ka qenë para gjithë shekulli dhe sot që është. Këtë kjo arrit nëpërmjet zhvillimit dhe nëpërmjet zbulimeve të ndryshme shkencore që janë bërë. Mirë, po kjo nuk do të thotë dhe nuk do të kuptuar në asnjë mënyrë që ta nashkalohet aspekti shpirtëror. Se ne sot kemi një problem tepër serioz. Njerëzit në aspektin material janë bërë shumë pasur, po janë bërë në aspektin shpirtëror shumë të varfër. Dhe këtë destabilizim, këtë çrregullim nuk është në mirën as në dobin e njeriut. Andaj, paqëtër duhet jepet aspekti shpirtëror, vendi i merituar nëse dëshirojmë të kemi njeri i cili është i përgatitur për të krijuar misionin e tij në këtë botë. Mund të kesh pasuri shumë, nëse je i varfër shpirtërisht, atëherë ti nuk je ai person që e do Zoti prej teje. Po edhe ona tjetër nuk duhet harrohet. Ti nuk duhet shkoj vetëm ti kushtohesh shpirtit me adhurime, ibadete, forma, duke lënë në onën tjetër këndej absolutisht. Jo, duhet baraspeshë mes këtyre elementeve shumë të rëndësishme. Andaj, qëllimi i arsimit dhe edukimit është përgatitja e njeriut për të krijuar misionin e tij në këtë botë, konform programit hyjnor që Zoti ka caktuar për njeriu dhe njeriu nëpërmjet zbulimeve dhe ulëmtimeve fal aftësisë së tij intelektuale që ka të bën zbulime të ndryshme ta zhvillon jetën e tij në këtë botë. Kjo realizohet nëpërmjet arsimit dhe edukimit në shkolla, në institucione të ndryshme, duke filluar nga i parashkollor dhe deri në shtresat edhe po gradat më të larta të cilat mund t'i arrijë njeriu. Profesor nderuar, për këtë njeri, për ta bërë të vijshëm, normalisht neve na duhen edhe që ti ndjeke këta hapat, ose do të kisha thënë më mirë cili është roli dhe nevoja mësimbesimit në përgjithësi dhe në shkollat publike në veçanti, aty ku do të thonë vetë se çdo njeri prej nesh patjetër e ka që fëmijën e vet ta dërgon nëpër shkollat publike. Tash më thon për këtë njeriu në vijshëm, cilat do të jenë ato metodat ose cila është ai roli që ne duhet ta ruajmë edhe këtë shpirtërorën, pikërisht realisht duke na detyruar që ne duhet të ndjekim këta shkollat publike që i kemi në vendin tonë. Atë që thash pak më parë se njeriu ka këto 3 komponente. Në shkollë nuk e gjen këto 3 që i zhvillon ati sa duhet. Dhe këtu vim deri te nevoja dhe roli i mësimbesimit fetar në shkollat në përgjithësi. Do ta them pak, mund të keq kuptohem, po realiteti është dhe bindja ime është kjo. Sikur mos ishin xhamiat edhe edukimi fetar nëpër familje, shkollat tona që mësohet sot nga mësimi fetar
në mësimi fillor i mesëm dhe universitar, sikur vetëm në ato të bazohej njeriu, në fund do të dilte një person materialist, i cili i vdekur në shpirt dhe i cili ka për synim dhe qëllim vetëm aspektin material të kësaj jete dhe as më pak as më shumë. Mirë po falë xhamive dhe falë edukimit familjar, që sot të ne faktikisht ky element kultivohet fuqishëm, vërejmë se popullata jonë, thjesht nuk është e materializuar skajshmërisht. Akoma, bile edhe me të madhe ati këtu, ka elemente shpirtërore, falë edukimit që e marrin nëpër institucione jashtë institucioneve apo shkollave publike. Tash, këtu vim të ajo, a është e nevojshme mësimi fetar nëpër shkolla? A ka nevojë dhe çfarë roli mund të luajnë ky element? Shihni, ne kemi fëmijët e tanë. Sot jemi të jetu në kohën e zhvillimit teknologjik. Sot fëmijët e tona kemi të gjithë me telefonën në dorë. Dhe atyre u servohet lloj emisione, lloj programe, lloj video, përshikime, materiale të ndryshme, të cilat në shumë të raste janë negative. Ose mund me thonë që ka dhe pozitive në ta, po ja që njerëzit apo trit e përdorin ato anë negative mas shumëti. Dhe këtu vjen tash roli i arsimit fetar nëpër shkolla. Ne nuk mund të viktimizojmë fëmijët e tanë, atë janë ardhmëria jonë. Dhe feja, si fe, duhet kuptuar si është feja, jo si e mendon dikush i fejen, se ne kemi këto dy koncepte të cilat dallojnë njëra nga tjetrën. Feja si është dhe feja se e kupton dikushi. Neve nuk në intereson që si kuptojnë të tjerët fejen, neve në intereson si është feja. Feja në tërësinë e saj është plotësisht pozitive dhe është në dobin e qenies njerëzore, sepse ajo e nxit njeriun për arsim, e nxit për edukim, qëtë i edukuar, i arsimuar, i sjellshëm në shkollë, i sjellshëm në rrugë, i sjellshëm në familje, i sjellshëm në vendin e punës, kudo që gjendet, ngritja shpirtërore, ngritja intelektuale, ruajtja e shëndetit, ruajtja e pastërtisë, ruajtja e ambientit qesor. Në gjitha këto elemente mësohen në ato që quhet etikë islame ose edukata islame. Dhe krejt kjo për qëllim që njeriu ta bën të formuar. Ne realisht kemi zvrastirën këtë drejtim. Kemi zvrastirë edhe ato të natyrave të ndryshme. Çka nuk kupton se sot dëgjojnë për xhamia, dëgjojnë elementet pozitive dhe elementet mira të cilat si duhet me qenë njeriu, si duhet të edukohet njeriu, si duhet të ruan rendin shoqëror, si duhet të ruan aspektin e ambientit qesor dhe pastërtinë e trupit e pastërtinë e rrobave, përgjithësi edukata, sjellja, respektimi, këto mësojnë, studiojnë dhe tregojnë për xhamia. Mirë po, ndryshën është kur tregohet vetëm si ligjërat një herë në javë, ndryshën është kur të mësohen këto elemente në shkollë, pra në plan program studimor apo program mësimor, të cilin përgatitet nga njerëz profesionistë të kësaj fushë dhe e ligjërojnë po ashtu profesionistë të cilët kanë kryer shkollim adekuat këtë drejtim dhe bëhet edukimi i mirëfillt i gjeneratave në shkolla në nivele të ndryshme të shkollimit fillor, të mesëm dhe universitar. Kur krejt këto informacione i jepen njeriut, ai kur të mëson me vite të tëra elemente të tilla, ai do të vëren se në asnjë mënyrë nuk mund të vjen kundërshtim aspekti pozitiv shkencor me anën fetare, nga fakti se që të dyja janë krijesa e Zotit. Feja burimin e ka në Kur'an. Kur'ani është fjala e Allahut. Po ashtu ka burimin tjetër Suneti e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ai është i dërguari i Allahut. Fjala e Allahut dhe i dërguari i Allahut nuk vijnë kundërshtim me krijesën që Zoti ka krijuar natyrën. A shkenca merret me natyrën, me zbulimet e ligjeve natyrore. Dhe çdo zbulim që bëhet në natyrë nuk mund të vjen kundërshtim me atë që ka thënë Zoti në fjalën e tij në Kur'an ose përmet dërguarit të tij pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Andaj kur fëmia, kur i riu, kur njeriu i mëson këto elemente, ato i japin gjallëri njeriut dhe i japin arsye sepse të jeton këtë botë. Dhe veprimet e tij do të qenë shumë më të fuqishme se sa ato të cilat nuk kanë besim në Zot dhe nuk kanë qëllim se për çka duhet të bëjnë veprimet e tjera. Andaj, nëpërmjet arsimit fetar, cili duhet të jetë në shkolla publike në rend të parë, dhe kërkojmë me ngulm se studimet janë të botë hatashme në këtë drejtim dhe ka dhëna shumë të fuqishme se kërkohet arsimi fetar. Ne sot në Evropën e kije komplet përthuajnë gjitha shtetet mësohet arsimi fetar. Fëmijët tanë që i kemi, Kroacia,
Bosnia-Hercegovina, Slovenia, Serbia, mësohet nga klasa e parë fillore deri në vitin e 4 të arsimit të mesëm, 12 vite apo 13 vite të tëra mësohet si land që është edukimi fetar ose arsimi fetar, ose mësimi i përgjithësi. Pra, ata kanë përfunduar se thjesht kjo land është mjaft e dobishme. Pse? Se ne jemi të jetu me një kohë tepër të vështirë, me një kohë ku fëmijët e tanë thjesht nuk kanë më burim të vetëm arsimin, vetëm familjen ose shkollën, po nëpërmjet teknologjisë bashkëkohore thjesht atyre u jepet mundësia për të pasur shumë gjëra. Andaj rreziku është shumë i madh, kërcënohet mbrojtja e vetë qenies njerëzore, domethënë si fëmijë, si student nga rreziqe të ndryshme që mund të vinë nga lindja e perëndimi, andaj shumë është e nevojshme që t'i ofrohet një mundësi tepër reale që është në këtë rast arsimi fetar në shkollat publike, në arsimin fillar dhe atë të mesëm. Sepse në këtë periudhë vetëm formohet njeriu, edhe në këtë periudhë e merr veten e tij, që për t'i treguar atij se feja nuk duhet kuptuar vetëm mbillja e saj në xhami, brenda 4 muajve xhamisë, kur des dikosh në me vlodë një qelime dhe u kri puna. Jo, feja është sistem jete. Feja të mëson si të mendojsh, si të ecësh, si të folësh, si të hajsh, si të pish. Në gjitha segmentet e jetës feja të jep një zgjidhje për problemet, sidomos në këtë kohë ku problemet psikologjike janë bërë të mëdha, problemet familjare janë bërë të mëdha, problemet të ndryshme sjellje, edukata. Kemi një rënje në këtë drejtim dhe feja është ajo e cila do të jap një mbështetje tepër të madhe për ngritjen e vetdijes së njeriut që ai ta kupton qëllimin e krijimit të tij në këtë botë, se thjesht unë për çka po jetoj. Çka kërkohet prej meje? Si duhet të lëvizune? Janë do elemente shumë të rëndësishme këto për të cilat njeriu faktikisht duhet ta kupton se vallë, unë po vi, po jetoj 50 vite, 60, 70, 100, më pak më shumë, dhe një ditë po përfundoj. Çka bëna unë? Çka kërkohet për me në këtë rast? Këto janë elementet të cilët i jep përgjigje këtyre jo vetëm feja. Janë 3 pikë shumë të rënda filozofike. Prej ku, për çka dhe ku? Prej ku erdhën, për çka dhe ku? Pikë të rënda filozofike. Nuk ke përgjigje përpos në feje. Së të fenë islame këto na. Se feja islame për gjitha këto elemente fol një nga një, duke treguar si kemi ardhur, për çka kemi ardhur edhe ku më ato që. Ka jetë pas vdekjes apo nuk ka jetë pas vdekjes? Njerëzit janë të hutuar në këtë botë. Dhe ata naturalistët apo ata të cilët thonë se vetëm këtë jetë e kemi, edhe nuk besojnë në jetën e pas vdekjes, ata e kanë kufizuar fuqishëm dhe shumë rënd jetën e tyre, sepse e kanë ngushtuar vetëm brenda morave të kësaj bote, të kësaj jete, duke menduar që këtë jetë e kemi, dhe për këtë arsye kjo bindje e bën njeriu që ai të merr kaja këtë negative, të bën çka do të qoftë, nëse jepet mundësia, vetëm nëse nuk mund të ik ligjet atëra më diçka tjetër, por nëse jepet mundësia, ai bën çfarë. Nëse është ligjore, në aspektin ligjor, edhe pse është i antivlerë, nëse është ligjore, ai i gron dhe nuk lodhet fare para çështje. Pse? Se thotë që këtë jetë kam ta jetoj. Feja jep këtë një kënd vështrim dhe këtë një qasje tjetër jep aspektit të jetës së njeriut, sepse e mëson atën se edhe pas vdekjes ka jetë, ka ditë gjykimi, ka ringjallje, ka përgjegjësi, ka shpërblim, ka dënim dhe këtë do të përfundon në njërin prej dy vendeve, ose në xhenet për gjithmonë, ose në xhenem për gjithmonë. Kjo qasje, kjo bindje për filozofinë e jetës, e cila është një element shumë i rëndësishëm që njeriu ta kupton qëllimin dhe filozofinë e jetës së tij, e bën njeriu që ta kuptojë realitetin e vet. Se njerëzit kanë kaluar në depresion, njerëzit kanë kaluar dhe kanë humbur shpresat për jetë. Njerëzit tash nuk i pa padrejësitë të cilat po ndodhin sot në këtë hapësirën tonë, ka smundje, ka probleme, ka varfëri, ka të lashe, mundohen me çdo kusht që ndonjëherë përfundon edhe me vetvrasje. Përfundon përfundon jetën e tij se nuk ka më qëllim as nuk ka arsye për të jetuar. Andaj feja është ajo e cila e mban të gjallë. Kesh kujdes. Ta di se ka një Zot i cili ka krijuar, sprovon këtë botë, po don të shpërblen në botën tjetër. Dhe kjo qasje, kjo bindje dhe ky segment është shumë i rëndësishëm dhe mendoj se një kyçe apo një inkorporim i arsimit fetar në shkollat publike, gjitha klasat e arsimit fillor dhe aty të mesëm, kishte me qenë një arritje shumë e madhe për t'i penguar shumë të lashët të cilët mund të ndodhin me ato që me ardhmërinë e fëmijëve tanë të cilët i kemi në për shkollat dhe bankat e shkollës tani atje ku ata ekzistojnë. Për së për ta ruajtur këtë atë që përmendën në fillim, për këtë realitetin ose për të qenë tamam një njeri edhe i vishëm, edhe për ta demonstruar këtë që e thatë edhe më herët, që
është e nevojshme që të ketë mësim besim në për shkollat publike. Padyshim që më thënë studimet do të na i qartësojnë edhe më tepër se për shembull pse ose arsyeja se pse duhet na të kemi lëndë fetare dhe studimet e nxjerrin në pa të vërtet për të cilën na po bisedojmë tash disa minuta së bashku. Prandaj edhe a kemi ndonjë studim të realizuar të mësim besimit të për shkollat tona publike, profesor i nderuar në këtë? Po. Them sinqerisht, personalisht më ka interesuar shumë kjo çështje dhe vazhdon të më intereson shumë çështja e mësim besimit. Çish herë, domethënë, ndoshta para 10 viteve, çish fillim kur u inkorporu mësim besimit 2009-2010 si fillim, isha i kequr bile, isha obliguar me përpilimin e tekstit mësimor dhe plan programit dhe shumë çështje, edhe që atëherë kam bërë disa studime. Edhe tash kam bërë studimet e fundit, dhe thjesht studimet e fundit që kemi bërë janë më të përgjithësuara. Janë që përfshin Kumanovën, Shkupin, Tetovën, Gostivarin dhe Karçovën. 5 qytete të mëdha ku zhvillohet mësim besimi. Dhe kemi bërë studim, kemi anketuar 1333 nxënës. 1333 nxënës. Prej tyre 683 kanë qenë meshkuj, 650 kanë qenë femra. Të arsimit fillor, të cilët e kanë mësuar lëndën etika religjore në klasën e 6. Dhe atyre ku i parashtrua disa përpiqje. Një përpiqje ka qenë se çfarë mendoni, mësim besimi apo etika religioneve në shkollë, është e nevojshme apo jo? Kemi dhënë drejtën e zgjedhjes me 3 alternativa: shumë i nevojshëm, pak i nevojshëm dhe as pak i nevojshëm. Rezultatet dalin kështu. 89% nga të anketuarit, 89% nga të anketuarit thonë se është shumë i nevojshëm. Shumë i nevojshëm. Kjo është një qëndrim i 1187 nxënësve. 10% kanë thonë pak i nevojshëm, vetëm 1% as pak i nevojshëm. Dhe kjo përqindje me 89% është një mbështetje shumë e fuqishme. Çka nuk kupton se ne kur flasim për mësim besimin, nuk flasim se ne po na e kanë çështë ona, edhe po na duhet çështë ona, po na kemi dalë në terren. Ta shohim çka po thonë nxënësit, ta shohim çka po thonë prindërit, dhe kemi bërë edhe intervista me drejtor dhe intervista me ligjërues kësaj lëndës. Dhe në fund na kanë dalë këto rezultate. Pra, kur kemi parashtruar atë pyetjen se çka mendoni, sa është lënda etika religione e nevojshme në arsimin publik, përgjigjet janë në këtë formë. 89% thonë se është shumë i nevojshëm, 10% pak i nevojshëm, vetëm 1% është as pak i nevojshëm. Tash unë kur kthehem nga 1333 nxënës, 1187 mund dalin edhe më thoi se është shumë i nevojshëm. Tash, unë e di se arsimi, shkolla, plan programet, librat, objektet, këtë bënë për qëllim të fëmijëve, të nxënësve. Nëse nxënësit thonë se kjo është shumë e nevojshme, tash është nevojë dhe kërkesë nga vetë nxënësit që kjo lëndë të jepet hapësira e duhur. Të shohim më vonë se kemi bërë pyetje të tjera se kjo lëndë duhet mësohet vetëm në klasën e 6 apo edhe në klasat tjera. Aty do të vërejmë se po ashtu kemi rezultatet marramense, që vetë nxënësit kërkojnë që lënda mos mbetet vetëm kaq. Do të djem aty momenti kur ta sqarojmë. Pra, kur është pyetja e parë, vërejmë se pjesa dërmuese 89% thonë se është shumë e nevojshme. Dhe këtu kemi tash përqindjen në Gostevar, 93% këtë rast. Tetov 71%, Kumanov 91%, Shkup 95% dhe në Karçovë 91%. Pra, vërejmë se krejt janë mbi 90 për jashtim Tetovës. Çka thonë 71% ose 72% pavarësisht, çka thonë se është shumë i nevojshëm. Kur e marrim përgjithësi, na del përgjigje 89%. Dhe tash nuk po flasim për një vend, po flasim për një territor i cili mbanon, kam fjalën të arsimi etika religioneve të muslimanët ku zbatohet kjo çështje. Me Maqedonë nuk kemi bënë studim të përbashkët, po nuk përjashtohet që të bëjmë studim përbashkët që ata të shohin që dymi. Që ato njëjtën mendim edhe ato. Kam mendje se ato e kanë njëjtin mendim. Andaj, varet se nëpërmjet qyteteve nuk ka dallime përjashtim të Tetovës, i cili ka një përgjigje pak më të ulët këtë drejtim dhe në përqindje përfundimtare është 89%. 89% është një përgjigje shumë e madhe dhe mendoj që këto dhëna na shpresojmë që ndoshta të gjejmë një formë, një tres formullakat apo forma të ndryshme që përcjellen me Ministrisë së Arsimit se thjesht nuk janë kërkesat tona si vasi islame që e bëjmë ne, po janë kërkesat që i kërkojnë vetë nxënësit që kjo lëndë të mësohet edhe më shumë dhe është mëse e nevojshme.
Profesor i nderuar, ndoshta këtu domethënë do të lindë edhe së bashku edhe me palën tjetër. Për shembull, një studim i përbashkët ndoshta do të dalin në sipërfaqe, ndoshta do të zënë në përveshjet e tyre që domethënë padyshim që duhet patjetër edhe ata janë të obliguar që ta nisin që lënda fetare të jetë aktive në për Ne vetëm e dim se pasi Islami faktikisht në koordinim me komin, ishën ortodoksë maqedonase dhe me bashkitë tjera fetare që ekzistojnë në Maqedoni, vetëm kanë bërë një kërkesë tillë. Dhe është në proces sipër. Dhe ne duhet t'u ofrojmë të dhona që i kemi, se thjesht nuk është vetëm një kërkesë, një dëshirë jone, pa është një kërkesë që kërkojnë vetë nxënësit. Dhe unë shpresoj që të kemi edhe mbështetjen politike këtë drejtim, që kjo land ta merr vendin e merituar në arsimin publik. Dhe thjesht vetë dhënat tregojnë se një gjë e tillë është më së nevojshme, rrethonat e përgjithshme imponojnë një gjë të tillë, kërkesat e vetë nxënësve dhe prindërve e kërkojnë një gjë të tillë, dhe mendoj se duhet t'i jepet hapësira e merituar në arsimin publik. Pas anketave, profesor i nderuar, rezultati tregon që është më tepër se i nevojshëm. 89%. 89% është një kërkesë tepër e mballën këtë drejtim. Dhe besoj që duhet organet kompetente ta kenë parasysh këtë element që kanë shumë i rëndësishëm. Profesor i nderuar, tash për shembull dalim te kjo pjesa tjetër, sa janë mësimdhënësit e kësaj lëndë të përgatitur në aspektin profesional dhe didaktiko melodik në këtë drejtim. Ndoshta kjo është rëndësishme si temë të bisedohet. Patjetër. Ne nga aspekti jonë, domethënë, Fakulteti i Shkencave Islame, krahas asaj që i përgatit në aspektin profesional, domethënë njohës të mirë të shkencave islame, ne në programin tonë kemi të inkorporuar që sa vite lëndët pedagogji, psikologji, didaktikë dhe metodikë. Që kupton se këto lënda janë më së nevojshme për përgatitjen e një mësimdhënësi që ketë mbështetje shkencore për zbatimin e lëndës qytet me etika religioneve apo arsim fetar apo mësim besim, nuk është rëndësi e emërtimi, është rëndësi përballja e saj. Dhe thjesht ne për të vërtetuar se ku janë arsimtarët tonë, se ne e dim se klasën e 6 mësohet kjo lëndë tash, dhe kemi dikun vetëm pasi Islami ka dikun 35 se di unë nëse nuk gaboj 35 mësimdhënës me shkruaj dhe femra. Dhe ne të anketuara 1333 nxënëse ja u bëm këtë pyetje. Dhe i them se sa janë përgatitur arsimtarët. Dhe i dhëm opsion plotësisht përgatitur, pak përgatitur, as pak përgatitur. Këtu na del tash se 85% e nxënësve të anketuar thonë se janë plotësisht përgatitur. Prapë është një informacion shumë i fuqishëm. Unë kujtohet tash nuk e di vitin saktësisht, po për ca vite me radhë lënda etika religionore ka qenë lënda numër 1 në nivel shtetit, për nga mesatare e notës që ka dalë. Dhe thjesht ka qenë një lëndë, edhe vazhdon që jetë akoma lëndë e preferuar të nxënësit. Ata din ta përjetojnë këtë lëndë, sepse tash mësimdhënësit, këtë rast hoxhallarët, të cilat faktikisht kanë kryer studim fetar, ose shkollim fetar, atyre u është kërkuar të bëjnë një përgatitje didaktiko-metodike. Merret tek Universiteti të Tovës një program tillë, tani më ka Fakulteti i Shkencave Islame. Ne në ciklin e dytë kemi edhe studimin specialistik, çka nuk kupton se metodika e mësimbesimit fetar. Bën specializime aty, përgatitet, jap lëndët didaktiko-metodike që i duan një mësimdhënësi dhe në fund aty i jepet diploma që qëtë në gjendje për ta zhvilluar lëndën e mësimbesimit nëpër shkollat publike. Dhe kur i parashtrojmë një pyetje nxënësve se sa çata nxënës, çato mësimdhënës janë përgatitur për të mbajtur këtë lëndë mësimor në arsimin publik, na dalin përqindjet 85% se janë plotësisht të përgatitur. 13% dalin që janë pak përgatitur, 2% e dalin se është as pak përgatitur. Pra, edhe vetë kjo 85% është një rezultat fenomenal, një rezultat shumë i fuqishëm që tregon se mësimdhënësit tonë, të cilat janë angazhuar në këtë drejtim, janë përgatitur në aspektin profesional dhe në aspektin didaktiko-metodik. Çka nuk kupton se shumë njerëz në fillim kur u inkorporuan mësimesimi, mendojnë se kanë me shkuati me shalla, kanë me shkuati me xhibe, kanë me shkuati në ku diçka dhe kanë me mësuati në si me shku në xhami dhe si me vdek. Jo, aty mësohet etika, sjellja, edukata, po duke dhënë edhe në vendin e merituar aspektit besimit, aspektit shpirtëror, çka e cekëm pak më parë se është një anashkalim total në gjithë plan programin mësimor apo shkollat tona. Andaj, ne kur përgatismi
kuadrat për këtë çështje, përgatitemi në aspektin profesional dhe në aspektin didaktiko-metodik. Andaj, nëse ndodh që të ardhmen e afërt, inshallah shpresojmë që të kellon të jepet hapësira që të inkorporohet edhe në për klasa tjera, në mësimit fillor dhe të mesëm, atëherë Basia Islame, Fakulteti i Shkencave Islame është i përgatitur që atyre të ofron arsimin e duhur, që edhe pse në ciklin e parë i kemi këto 4 lanë pedagogji, psikologji, didaktik, metodik, mirë po edhe në ciklin e dytë ofrohet një studim specialistik që bëhet enkas për mësimdhënës të lëndës fetare nëpër shkolla të ndryshme, duke përfshirë edhe shkollat publike. Tu përfitosh desha dhe unë që të dalë, për shembull kjo lëndë duhet të mësohet vetëm në klasën e 6, edhe pse besoj që shumica e nxënësve të cilët janë në klasën e 6, ata duhen ta kenë edhe në klasën e 7, edhe 8, edhe kështu me radhë. Besoj që për shembull këtu është bërë edhe një studim në lidhje me këtë çështje, për shembull se kjo lëndë deri prej kur duhet filloj dhe deri kur duhet përfundoj. Besoni, thash më herët se kjo punë më ka interesuar më shumë dhe vazhdon të më intereson në anketimin që kemi bërë me këto 1333 nxënës. Edhe kemi parashur këtë pyetje. Më thonë si nxënës, mjafton që ke lënë të mësohet vetëm klasën e 6? Kemi dhënë këto opsione, vetëm 6-ën, 6-ën 7-ën, 6-ën 7-ën 8-ën, 6-ën 7-ën 8-ën 9-ën. 4 opsione kemi dhënë. Dhe kemi këto rezultate. 50% të anketuarve, domethënë 670 nxënës tona, në dalin se duhet mësohet nga klasa e 6 deri në klasën e 9. 6, 7, 8, 9, 4 vite me radhë. Gjisa pra, për të anketuarve. 18% në dalin që duhet mësohet klasën e 6, 7, 8. 21% 6, 7, vetëm 11% në klasën e 6. Prapë vëret, shumica e nxënësve që ka mësuar vetëm një vit në klasën e 6, ata kërkojnë që jo të vazhdojnë të mësojnë 50% edhe deri në klasën e 9. Unë përras fakte, po flasim në atë dhëna që kemi marrë nga terreni, se mund me mprit, unë me pas mundësi me ndiku, kësha me thonë për klasën e parë, deri në 9-ën dhe në vitin e parë deri në 4-ën. Arsimi fillor dhe arsimi mesëm duhet përfshihet se është koha ku duhet formohet njeriu dhe elementi fetar i realt duhet të ofrohet atyre. Mirë po, jo atë që është që tash mbetet dëshira jonë, po kërkesa e vetë nxënësve, thot minimum nga klasa 6 deri në klasën 9, duhet të vazhdojë, duhet shkoje. Pra, këto dhëna duhet Ministria e Arsimit i ketë parasysh. Si janë kërkesë e kohës, e vendit, e njerëzve, nuk janë dëshirat të X personave. Dhe besoj që, inshallah, iniciativën që e ceka më herët, se Basia Islame me bashkëpunim me basitë qera fetare, e ka marrë iniciativë tillë, shpresoj që to dhënat i kanë parasysh dhe të marrin diçka që është në dobi të kësaj çështje. Profet, më thënë, ka pasur edhe shumë dobi tjera, dhe më thënë, realisht Ministria e Arsimit do ta ketë edhe këtë parasysh që nxënësit realisht motivohen edhe tamam, dhe më thënë, dyqysh e ndin shpirtërisht këtë lëndën fetare që ata ndoshta edhe lëndë tjera, ndoshta edhe mësuesit tjerë në lënda tjera ti respektojnë, ti nderojnë dhe ti duan edhe lëndë tjera. Pra nuk është kjo çështje që ka të bëjë vetëm atë aspektin shpirtëror, po kjo jep një motiv shtesë nxënësit që ai të ketë një sjellje pak më korrekte, më të mirë brenda shkollës. Ne them edhe me hartë të cakëm se në atë se mësojmë ata vetëm si me bëu dhikër Zotin me njoftë u kri puna. Jo, në atë mësojmë si u bë njeri, si u bë me respektu të tjerët, si me nxit për të mësuar matematikën, e fizikën, e kimien, e biologjin, e lëndët tjera në përgjithësi krejt. Dhe thjesht na duhet ta përgatismi atë fëmijë që ta nxismi që ai ketë edhe më shumë vullnet për lëndët tjera. Dhe thjesht duhet të krijojmë një baraspeshë që është e humbur në shkollat tona. Që se kanë fillim kur thash se materializmi ka dominuar në çdo gjë. Dhe këto programat janë bazë filozofisë materialiste, çka është një krim që i bëhet njeriu në këtë rast. Dhe duhet të jepet aspekti shpirtëror vendi i merituar që truhet baraspesha. Pra ta mësojmë matematikë, po ta mësojmë edhe që të edukuar, ta mësojmë biologji e kimi, po ta mësojmë që të respekton të tjerët, të respekton prindin, të respekton mësuesin, të respekton plakun, të respekton njeriu, të respekton shokun, të respekton mësimin, të respekton, të ruan pastërtinë, të ruan ambientin jetësor, të ruan këto elemente krejt të cilët i duan dhe janë jetike për ta. Dhe neve këto gjëra po na mungojnë tash. Faktikisht është një mundësi e mirë që përmes arsimit fetar të mbushet një zbrastir e madhe e cila po gjendet në shoqërinë tonë. Profesor, ndoshta nuk dëshiroj të dal për temës, por shpesh ka mundësi që ndodhen brenda fshatave ndryshme, domethënë që sa për t'i plotësuar orët e ndonjë mësuesit, jepet ndonjë personi tjetër, unë shifë që
shumë nxënësit e dënë më tepër teologun ose mualimin ose një hoç, pra dënë që këtë lënë ta ketë ky person. Edhe dyqysh për shembull ndonjëherë din që shkollat në fjalë të plotësojnë lëndat ndoshta etikën e religioneve të japin dikujt tjetër dhe ndoshta atëherë nuk do ta arrijë atë për të cilën së bashku jemi duke biseduar. Ne lëndra etike e religionit që është klasën e 6 është lëndë zgjedhore mes 3 lëndave: etika e religioneve, njohja e religioneve dhe civilizimi evropian. Kështu që në esencë duhet t'i lehet drejta e zgjedhjes së fëmijëve dhe prindërve që lëndë pedojnë për këtyre. Mirë po, politika tona në përgjithësi, mendoj se në shumicën e rasteve të ne në pjesa muslimane që kemi shqiptare, e kanë lëndën etika e religioneve. Në disa shkolla që potencuat, për interesin e X personit, i jepet lëndët tjetër që nuk e jep hoxha, po i jep një person tjetër për t'ja plotësuar ti orët që i duan. Dhe në këtë rast i humbet mundësia fëmijës që ai të mëson etikën e religioneve. Mëson një religioneve, ajo është këtë diçka ndryshë nga kjo që po flasim në etika e religioneve, ose civilizimi evropian. Andaj, dëner interesi i ngushtë, ose interesi që atëm klejor, ose politik, ose politika për vend vetën që po imponon të njëherë, për e bojnë që të humbët një dobi e madhe për nxënësit në përgjithësi, sepse fëmijët edhe nxënësit në përgjithësi e ndjejnë vetën shumë komod me atë person i cili din të paraqitet klasë, i ofron informacione fetare, edukative, pedagogjike, për interesin e përgjithshëm dhe ai e sheh veten atina. Dhe kur i thot fëmijës për këshire se ti nëse për shembull një mbeturinë e hek prej rrugës, ki e sevap për këta. Pra e lidh çështjen me besim, e lidh çështjen me Zot. Ndryshe është me thonë këshire pastërtia është me rujt me hek mbeturinë nga rruga, vetëm si edukate e përgjithshme, dhe ndryshe kur i thot këshire, kjo është edukat, pa është edhe sevap. Ose me hudh një mbeturinë rrugë është gjuna. Ai automatikisht e lidh çështjen me besim, me iman këtu na se këshire, me bëni dëm që ka gjuna. Edhe ai mëson këtë element. Gjunojnë tash hoxha duhet ta sqarojë shumë çka është gjuna, çka është sevap, çka është mirë, çka është e keqe, si me lidh me Zotin, na shef Zotin, nuk na shef Zoti, shpërblimi, dënimi, këto elemente thjesht i japin një efekt tepër më të madh se sa vetëm kur bëhet mësie kulture përgjithshme. Edhe këtu më thonë ajo që lidhet me këtë që na po bisedojmë, sa ndikon kjo lënë në formimin edukativ të nxënësve, ndoshta brenda kohës e përmendëm diçka, por pikërisht besoj që këtu është edhe roli dhe rëndësia e lëndës fetare. Ali, besoni që të njëjtën pikë që kemi parashtruar fëmijëve, nxënësve në shkolla. Do të thonë nga 1333 nxënës të anketuar, u dham se sa ndikon kjo lëndë formimin tuaj edukativ. U dham opsionet shumë pak, as pak. Dhe 81% ishin mendimi se ndikojnë shumë formimin e tyre. Thjesht i ka mësu, po them besimin, ja ka mësu pastërtinë, ja ka mësu sjelljen etike në familje, ja ka mësu rregullat e hajës dhe pijes, ja ka mësu përshëndetjen, ja ka mësu respektimin e tjetrit, besimet e tjera, ja ka mësu ruajtjen e ambientit jetësor. Shumë element, festat, respektimi i festave. Pra, edhe pse është me një vit mësohet, me një vit. Bile tash e kam përgjithësuar dhe atë vit e kam bën vetëm një gjysmëvjetor mësohet, megjithatë e ka pas efektin e vet shumë të madh. Ku 81% ose 1916 nxënës nga numri i përgjithshëm i nxënësve thonë se kjo lëndë ka ndikuar shumë në formimin e tyre edukativ. 16% kanë thonë se pak, vetëm 3% as pak. Hajde tash, këto janë rezultatet. I kemi dhënë atë këtej. I kemi edhe formën se pjesësorin që kemi bënë. Dhe ato faktikisht edhe do të publikohen në për revistat e ndryshme. Po gjatë tash kemi mundësinë edhe në podcast të japin këto informacione që xhamati apo popullati jonë të dëgjojnë këto dhëna se kemi nevojë për një çfarë tillë. Andaj kur fëmijët, kur nxënësit vetë thonë se po është shumë i rëndësishëm dhe ka ndikuar shumë formimin tonë, për cilën edhe vetë prindërit dëshmojnë një gjatë tillë se ka ndikuar kjo lëndë, se kur i thot për shembull mësuesi klas atina nxënësve se duhet keni respekt ndaj prindërve. Nuk guxoni me ngritë zërin ndaj tyre, nuk guxoni me ofendu, që duhet të jeni dëgjueshëm, kur kërkojnë për ju diçka, duhet të dëgjoni më njëherë. Këto janë këto elemente shumë të rëndësishme për rregullimin e jetës familjare. Kur i thot nxënësit në klasë, duhet të ruajsh ambientin jetësor, duhet të ruajsh pastërtinë e trupit, pastërtinë e rrobave, pastërtinë e rrugës, mos i hodh mbeturinat, hodh mbeturinë kontajnera pa vende të tjera. Krejt kjo, kështu formohet njeriu. Këto janë elemente e formimit të njeriu. Dhe ne them që shpjellim se në qëllim është i formimit të njeriu që ai ta din
të mirën e të keqen, ta dinë dobishme dhe dëmshmen. E kjo arrihet nëpërmjet formave të ndryshme, një prej elementeve më të rëndësishme që mund të ndikojnë këtë drejtim është edhe edukimi fetar. Andaj, 81% prej të anketuarve thojnë se ka ndikuar shumë në formimin e tyre edukativ, 16% pak, ndërsa vetëm 3% as pak. Dhe këtu prapë shihet se pjesa dërmuese e të anketuarve anojnë ka ajo se ka ndikuar fuqishëm dhe ka ndikuar shumë në formimin e tyre edukativ. Së ndërruar, folëm më tepër për dobit e lëndës fetare nëpër shkolla, po cilat janë dëmet realisht nëse Ministria e Arsimit ose ata cilët janë kompetent për këtë punë nuk të dëgjojnë gjithë ta studime të bëra që flet qartë, pa shumë logjik ose pa shumë gjëra tjera, po thjesht thënë cilat janë dëmet nëse nuk e ndëgjojnë zërin e nxënësve në këtë rast. Shini, problemet janë natyreve të ndryshme. Tash në kohën e fundit ka filluar përhapet më të madhe bullizmi. Që do të thotë se i bullizojnë të tjerat, i nënçmojnë të tjerat, i qeshin të tjerat, pa dëgjueshmëria ndaj prindërve. Ka filluar përhapet më të madhe në mesin e fëmijëve dhe të rive, agresiviteti, si rezultat i përdorimit të teknologjisë bashkëkohore, telefonave të ndryshme, duke nejtë me orë të tëra, me lojna të ndryshme, ku e diçka, dhe në anën tjetër me rritjen e tyre dhe zhvillimin e tyre kalohet në amoralitet, në punë jo të vishme, jo punë të mira, pra pa dëgjueshmëria në familje, pa dëgjueshmëria në shkollë, mos respektimi i arsimtarëve, mos respektimi i mësuesve, mos respektimi i rendit shtëpiak në shkollë, dhe gjitha këto elemente janë dukuri të cilat po i shohim ne. Kam bindjen se lënda fetare këto dukuri negative do t'i ulë. Andaj anët negative, të cilat janë duke ndodhur dhe mund të rritet edhe më shumë të ndodhë dhe mos respektimi i Ministrisë së Arsimit këtë kërkesë të vetë nxënësve do të jep mundësinë që këto të vazhdojnë edhe të rriten edhe më shumë. Mundësia e vetme për t'i anashkalu këto elemente është inkorporimi i lëndës fetare ose mësimit fetar ose etika religjiore, po pavarësisht emërtimi si është, që nxënësi ta kuptojë se çka është e mira, çka është e keqe. Ne sot jemi të vujt, tash nuk po themi se gjithë nxënësit, se nxënësit mirë kemi normal, po jemi të vujt nga një numër i edhe nxënësve, po edhe arsimtarëve realisht me fol që ndjenja e përgjithësisë ata ka vdekur, nuk merren shumë me çështjet jetike dhe më të rëndësishme që janë, po shikojnë më shumë në interesin e tyre të ngushtë ose personal dhe i anashkalojnë këto vlera shumë të rëndësishme. Ne është e domosdoshme dhe jemi të detyruar që të mbjellmi vlera në shoqërinë tonë. Vlerat mbjellen në familje, vlerat mbjellen në shkollë, nëpërmjet mediave, nëpërmjet rrjeteve sociale dhe forma të ndryshme. Po shkolla është një mundësi shumë e mirë se nxënësi që nga mosha 6-7 vjeçare fillon të kalitet atina. Domethënë 9 vite fillor, 4 vite të mesëm, plus universitar. Këtu nëse i jepet mundësia që fëmijës apo nxënësit t'i ofrohet zgjidhje për problemin me cilën ballafaqohet, kishte më qenë një arritje tepër e madhe. Andaj, çështja e mos inkorporimit do të lejë pasoja në formimin edhe si individ, por edhe pasoja të mëdha në shoqëri në cilën jemi duke u ballafaquar. Nga fakti se sulmi nga jashtë është tepër i madh, materializmi për bën të vetën, aspekti i amoraliteti për bën të vetën. Sot nuk kemi fëmijë që nuk ka telefon në dorë. Nuk e dim të çka përcjellin, çfarë përmbajtje përcjellin atina dhe thjesht nëse nuk i jepet një alternativë tjetër, ata do të bëhen viktimë e rrethanave dhe kohës në cilën janë duke jetuar. Profi, për në fund edhe me këtë ndoshta dhe do ta përfundojmë këtë bisedë që ndoshta nuk isha dashur që të përfundoj, profesor i nderuar. Zakonisht ka prindë të cilët shpesh kanë këtë dertin të etika religionëve që duhet me mësua dhe fe tjera, çish funksionon. Ne e njohim Islami si fe është ajo e cila njeh shumë mirë këtë harmoni fetare dhe nuk e ka problem që ti nxjerr në pa gjitha fe dhe këtë njohuri nxënësi edhe për fe tjera. Besoj që këtu do të thonë kjo derti, kjo gajla e prindërve, po ndoshta edhe nga pala tjetër që edhe ata të mësojnë për Islamin se çfarë feja është, por edhe nxënësit tonë të mësojnë edhe për fe tjera, të cilat janë qiellore. Pra, thjesht profesor i nderuar, çish do ta mund ta shpjegojmë për dëgjuesit, shikuesit tanë këtë çështje. Ne e dim se jemi një shtet multietnik dhe multikonfesional. Kemi etnitete të ndryshme, kemi dhe fe të ndryshme. Fet kryesore janë
krishterizmi ortodoks dhe islami. Mirë, kemi qytete apo fshatra të cilat janë të përzira. Edhe këtu tash kemi kultura të ndryshme, besime të ndryshme, gjuhë të ndryshme, nacionalitete të ndryshme. Në landër etika religione që akoma mësohet tash është aktuale, ati përmbajtja ndahet në 3 kapituj. Kapitulli i parë përfshin për etikën si përgjithësi. Se etika është etikë, që për muslimanin, që për krishterin, që për hebrejin, pa më parë se është etikë. E mira është e mirë, e keqja është e keqe. Dhe duhet kuptohet çka është e mirë dhe çka është e keqe. Kapitulli i dytë, secili person mëson për fe të tjera. Pra në librin e etikës religion që mësojnë muslimanët, për shembull, në kapitullin e dytë ke për fen krishtere ortodokse, për fen katolike, për fen hebraike, evangeliste dhe fe të tjera. Ke një fond orë të caktuar që muslimani, nxënësi musliman, duhet të mëson për fe të tjera. Edhe njëjta është të fe të tjera, për të nxënës të feve të tjera, të krishterë për shembull, duhet të mësojnë një fond caktuar për fe, duke përfshirë këto dhe islamin. Dhe këtu kjo tash e përshtaton atë aspektin e njohjes së tjetrit dhe njohjes së drejtës së tjetrit. Nëse unë kam qef të thret ezani në minare, më duhet plotësisht ta pranoj edhe kambanën që rah në kisha të ndryshme. Se besimi im është po besimi ati është ai. Dhe ne duhet të jemi tolerant në këtë çështje. Duhet të jemi zemërgjor këtë çështje. Zoti na ka krijuar të gjithë jemi krijesat e tina me besime të ndryshme, çdo kush ka drejt të përcaktohet për fenë e tina dhe askush nuk mund që imponon tjetrin besimin e vet që ka. Njohja e tjetrit dhe njohja e religioneve të tjera jep një mundësi tepër të fuqishme për ofrim dhe për harmoni ndërfetare mes idhtarëve ose pasuesve të feve të ndryshme. Pra, kur muslimani shef se edhe në krishterizëm ka elemente shumë të mira që kërkojnë për bashkëpunim, kërkojnë për njohje të tjetrit, për besnikëri, për gjëra të cilat janë dobishme. Dhe të njëjtë të lexojnë se në fenë tonë kemi, këto janë ato pikat e përbashkëta, të cilat duhet të mësojnë nxënësi jon. Për çfarë po them ne? Se për një vit është e pamundur të mësohen këto elemente, por kur jepet mundësia për disa vite të mësohen këto, atëherë shumë më lehtë e ka nxënësi musliman të njeh fenë tjetrit për të kuptuar pikat e përbashkëta, por nxënësi jo musliman të kupton parimet islame për të kuptuar pikat e përbashkëta. Dhe kjo do të ndihmon në këtë drejtim që harmonia ndërfetare të zhvillohet në mesin tonë. S'kemi këtë problem. Absolutisht. Dhe thjesht, kjo është ajo cila na duhet neve sot. Ajo urrejtja mes etniteteve, baza etnike dhe baza fetare është e vështirë. Ajo krijon probleme, krijon çrregullime. Dhe duhet ta kupton shqiptari musliman se edhe ai ka të drejtën e vet, i cili është Maqedon apo çka do qoftë në besimin e tij. Por duhet ta kupton edhe Maqedoni ortodoks, se edhe kiçetri ka të drejtën e besimit të tij dhe gjetën e gjuhës së tij. Dhe mos krijon urrëtie, mos krijon mure për të krijuar ura mes këtyre komunitete të ndryshme të cilat faktikisht duhet bashkëtojnë se dashëm nuk dashëm ne jemi në këtë që ekzistojnë etnitete të ndryshme dhe besime të ndryshme. Dhe nëse morëm historinë islame që nga koha e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam deri më sot, vërejmë se Islami kur nuk ka shpreh armiqsi ndaj jo muslimanëve. Muhamedi sallallahu alajhi wasallam kushin e vetë ka pas hebrej. Ka jetuar me hebrej të ndryshëm, ka jetuar me jo musliman, me mushrik, si që di drejtën e vetë. Besimi është besim çështje ime personale, ndërsa bashkëpunojmë me ti në pikat të cilat neve na bashkojnë. Andaj, një arsim i tillë, në përshkollat tona, kishte më dhënë një mundësi tepër të madhe që krijohet edhe të zhvillohet edhe më shumë harmonia ndëretnike dhe harmonia ndërfetare mes komuniteteve ndryshme të cilat ekzistojnë dhe janë pjesë e shoqërisë tonë në cilën ne jemi duke jetuar. Të merret cilën dush fshat apo qytet apo kë, merr Shkupin për shembull. Ne me Shkupi dim përbërja etnike si është. Maqedonas, shqiptar, turq, nacionalitetet të ndryshme. Po në aspektin fetar, ke besime të ndryshme. Pra, këto tash nuk mund që imponoj tjetër besimin tem. Po as nuk mund ma imponon mu dikush besimin e tij që e ka. Le të ketë secili besimin e vet në pikët e përbashkëta. Bashkojmë dhe bashkëveprojmë mes veti, pikët që dallojmë të cilën mba udhën e vet dhe askush askujt. Mësimi fetar do të jetë një ndihmës shumë e madhe në këtë drejtim, ku thjesht do të krijon një mundësi për një harmoni të hatashme në aspektin etnik dhe në aspektin fetar. Profesor Ndrora, faleminderit shumë që ishte pjesë e Mirësinia Podcast. Me shpresë se kjo nuk është emisioni i fundit që të bëjmë së bashku. Vazhdojmë që të kemi edhe nevoja tjera për tema të ndryshme, që të kemi fatin bashkëbisedojmë edhe për çështje të ndryshme
që i tangojnë popullit ton dhe ata cilat neve na ndjekin. Allah ju shpërbleft. Faleminderit edhe juve, faleminderit për ftesën që na bët. Patëm një mundësi pak të këmbejmë disa mendime, të japim disa dhëna faktike. Pra jemi falënderues në Muftinisë së Shkupit në këtë emision që mendoj se ka një shikueshmëri kogja të gjerë dhe shpresojnë që njerëzit të vetëdijsohen të kuptojnë realitetin që është. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit. Të nderuar vëllezër dhe motra, ju shikues, ju faleminderit që na ndiqët në këtë emision. Mos harroni që të abonoheni në YouTube, në kanalin tonë Muftinia Shkup, edhe të na ndiqni në rrjetet sociale, në Facebook, në TikTok, në Instagram e kështu me radhë. Deri në emisionin e radhës, mirëmbëjtje, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.